Personazhi i njohur i botës së krimit, Irfan Azizi, po tenton të bllokojë ekstradimin nga Britania e Madhe drejt Shqipërisë, duke pretenduar se jeta e tij është në rrezik nga një atentat i dytë i mundshëm i organizuar nga Talo Çela. Azizi tha në gjykatë se ndaj tij është qelluar shumë herë rreth 30 plumba gjatë një atentati në vitin 2020 dhe për këtë arsye është detyruar të largohet nga Shqipëria dhe të shkojë në Britani. 36 vjeçari tha se grupi kriminal që tentoi ta vriste kryen edhe atentate për gjyqtar dhe politikan dhe se do të kërkonte akmarrje nëse ai kthehet në Shqipëri. Ai aktualisht ka kërkuar azil në Mbretërinë e Bashkuar së Bashku me bashkëshorten, ndërsa më herët janë akomoduar në një hotel të financuar nga taksapaguesit britanik. Gjykata e Magjistraturës në Westminster dëgjoi se Azizi kërkohet në Shqipëri për të vuajtur një dënim prej një viti burg, pasi është dënuar në mungesë për posedim telefoni celular gjatë kohës që ishte në paraburgim për vepra të tjera penale. Gjatë një shkëmbimi të pazakont, Azizi pranoi se kishte paguar gjyqtarin në Shqipëri për të mbyllur çështjen dhe sugjeroi se kjo do të thotë se ai nuk është më personi kërkuar. Të dhëna gjyqësore në Britani tregojnë se Azizi dhe një tjetër shqiptar u dënuan secili me 6 muaj burg në gjykatën e Kurorës në Swindon në prill 2025 për përdorim të patentave të rreme gjermane. Azizi ka gjithashtu një histori të gjatë kriminale në Shqipëri, përfshir implikimin në rrjete të palikshme lojë rashfati. Në shkurt 2019 ai u dënua me 2 vite burg për vjedhje, ndërsa në qershor të ati viti mori një tjetër dënim prej 2 vitesh e 3 muaj për vjedhjen e një automjeti Mercedes-Benz B-Class. Megjithatë, vetëm 5 muaj më vonë, ai u lirua dhe u kthye sërish në jetën e përditshme. Atentati ndaj tij ndodhi më 29 nëntor 2020. Ai tregoi se kishte parë një automjet që ndaloi pranë një pike karburanti, nga i cili doli një person i armatosur me Kalashnikov. Organizatori i atentatit është raportuar gjithsesi në mediat shqiptare si Talo Çela, një ish mik i afërt i Azizit dhe aktualisht një nga personat më të kërkuar në Shqipëri. Çela dyshohet se ka lidhje me grupin kriminal Çopja, një furnizues i rëndësishëm i kokainës në Londër. Azizi, djali i një fermeri, tha se u largua nga Shqipëria me autobus 5 javë pas atentatit dhe mbriti në Britani disa ditë më vonë. Ai fillimisht qëndroi tek miq dhe një kushëri, përpara se në shtator 2021 të vendosej në Sheffield, ku u bashkua bashkëshortja. Azizi pretendoi se në Shqipëri kishte qenë një biznesmen i pasur me 3 pika karburanti, lavazhe dhe një bar kafe. Pas mbërritjes së bashkëshortes në Britani, çifti kërkoi azil duke argumentuar se kishin frikë nga persekutimi në vendin e tyre dhe u akomoduan në një hotel për azil kërkues në Wiltshire. Më pas u zhvendosën në Taunton, ku jetojnë aktualisht me 4 fëmijët e tyre, të cilët marrin mbështetje nga autoritetet lokale. Azizi deklaroi në gjykatë se kishte paguar për të mbyllur çështjen e telefonit, por këmbguli se nuk kishte bërë asgjë të gabuar. Ai shtoi se do të bashkëpunonte me hetimet për atentatin ndaj tij dhe do të kthehej në Shqipëri për të dëshmuar, por vetëm nëse autori kryesor arrestohet dhe akuzohet. Sipas tij, ai ka dhënë tashmë një dëshmi të plotë tek prokurorët shqiptar. Gjatë kundërpyetjeve, përfaqësuesi ligjor Zoti Boll sugjeroi se Azizi po egzageron fuqinë e grupit kriminal që tentoi ta vriste, duke theksuar se ai nuk kishte marrë asnjë kërcënim gjatë 5 viteve në Britani. Ai shtoi se as bashkëshortja dhe 4 fëmijët e Azizit nuk kishin kërcënuar gjatë kohës që jetonin në Shqipëri, përpara se t'i bashkoheshin atij në shtator 2021. Nëse mendoni se ky grup është kaq i fuqishëm, pse nuk keni kërcënuar që atëherë? Thoni se ata kanë fuqinë të vrasin njerëz ndërkombëtarisht, megjithatë nuk ka asnjë provë që ju kanë kërcënuar, shtoi ai. Azizi ju përgjigj: "Të njerëz kanë kryer vrasje me urdhër të kryeministrit dhe ministrit të brendshëm. Kam prova. Ata nuk të paralajmërojnë kur do të vrasin, thjesht vinë. Herën e parë që erdhën të më qellonin, nuk më paralajmëruan. Mund të shkoj dhe të dëshmoj, por kam frikë për familjen dhe bashkëshorten time. Nëse kthehem në Shqipëri do të më vrasin dhe për të mos ndodhur kjo, do detyrohem t'i vrasun dhe nuk dua të kryej krim duke mbrojtur veten." Gjykata dëgjoi se ekstradimi do të kishte pasojë të rënda për bashkëshorten e Azizit, ndërsa përfaqësuesi ligjor argumentoi se ata gjithsesi rrezikojnë dëbimin nëse kërkesa për azil refuzohet, shkruan Daily Mail. Ndërkohë seanca gjyqësore vijon, ndërsa vendimi pritet të përcaktojë nëse Fania do të rikthehet në Shqipëri për të përballur me drejtësinë apo do të mbetet në Britani në statusin e azil kërkuesit.